Nga rrëfenjat profetike tregohet se një herë në një kohë, dy gra të cilat ishin kunata, marrin fëmijët e tyre dhe dalin në piknik. Në kohën kur ishin të pavëmendshme, një ujk i sulmoi foshnjët dhe përpasoi e hëngri njërën prej tyre. Pastaj, të dy kunatat debatuan në mes tyre për foshnjën e mbetur. Secila nga ato mendonte se foshnja e mbetur është e saj. Vendosën për ta gjykuar çështjen. Prandaj shkuan tek i dërguari i Zotit, Davudi alayhi salam, i cili pasi i dëgjoi të dy gratë, mendoi se fëmia i mbetur i takon kunatës së madhe. Për këtë edhe i dha foshnjën. Megjithatë, ato sërish nuk u pajtuan me këtë ndarje. Prandaj shkuan t'i gjykoi edhe profeti tjetër, Sulejmani alayhi salam. Kur profeti i Zotit Sulejmani e dëgjoi ndodhinë dhe pretendimet e tyre për foshnjën e mbetur, u tha: "Më sillni një thik, që ta pres fëmijën për gjysmë dhe secilës prej jush t'i ndaj një pjesë të saj." Me ta dëgjuar kunata e vogël, e tronditur thot: "Foshnjën do ta presësh në dysh, o i dërguari i Allahut?" "Po," ju përgjigj Sulejmani alayhi salam. Në këtë rast, kunata e vogël i tha: "Mos e bëj këtë, sepse pjesën time do t'ja jap kunatës së madhe." Atëherë Sulejmani alayhi salam i tha: "Merre, se ky fëmijë është i yti." Kështu gjykoi në dobi të saj. Autor i tekstit Muhammed Emin Gjundi. Përshtati dhe lexoi Eliesa Ahmeti. Ilustrimi artistik Rozafa Zaneli. Incizimi u mundësua në radioproduksionin Zëri i Shtimës.